Spitali për fëmijë në Kozli i mbushur me pacient. Vetëm në 24 orët e fundit janë kryer mbi 150 kontrolle. Ndërsa situata më shqetësuese është tek numri i lartë i fëmijëve që ka nevojë për mbështetje oksigjeni. 15 prej tyre janë të lidhur me aparatet e oksigjenit, duke reflektuar seriozitetin e gjendjes. Ende është numri i lartë, gjithsesi kontrollet brenda një dite arrin deri në mbi 150, ndërsa për momentin në spital janë të shtrirë rreth 80 pacient dhe ka disa prej tyre që janë në mbështetje të oksigjenit. Infeksionet më të shpeshta që javëve të fundit kanë marrë hovë janë ato të traktit të sipër më respirator. Në disa javët e fundit më të shpeshta janë infeksionet e traktit të sipër të frymëmarrjes, si bronkiti, bronjiokliti apo pneumonit, që pjesa më e madhe janë si pasojë e infeksioneve respirator. Për momentin numri më i madh i pacientëve që janë të hospitalizuar dhe që vinë në ambulant që kërkojnë ndihmë mjekësore janë ato me virus sincicial respirator dhe ato me viruset e gripit. Mjekët apelojnë që sapo të shfaqen simptomet e para tek fëmijët, prindërit të izolojnë ato në kushte shtëpiake për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Ata këshillojnë që fëmijët të ushqehen shëndetshëm dhe të qëndrojnë të hidratuar.